Happy Day. Mirëmëngjesi, mirë se vini në Happy Day, programi mëngjesit në Klan Maqedoni fillon tani, ora shënon 8:00 dhe është koha për tu zgjuar. Hajde zgjohuni të gjithë bashkë me mua këtu në programin e mëngjesit. Do jemi në etër deri në orën 10 në transmetim të drejt për drejt edhe për këtë javë. E fillojmë javën mbar. Uroj gjithë të keni një javë të mbar, shëndet, mbarësi për gjithë që fillojnë sot ditën e parë të punës për këtë 16 janar, pra 16 janar e hënë, sot dhe, siç thash, javë të mbar për gjithë ju. Ne nga kjo javë do të fillojmë më seriozisht me programin, do t'i kthehemi atij brandit të themi ose atij programit që kemi pasur më herët, ku të hënave kemi shënuar edhe sportin, kemi shënuar këndin e sportit, kështu që sot është radha për të presim Shaban Sinani në studio më në fund. Do të vi këtu për na treguar më të rejat nga sporti. Keni dëgjuar ndoshta edhe në lajme që skuadrat e futbollit përgatiten tani për sezonin vjeshtor të kampionatit. Do e shohim se si është tabela, më duket Struga Trimblum nga vendi i parë ku kryesoi me javë të tëra, u rendit në vendin e dytë në fund. Nuk jam shumë e sigurt, do të pyesim Shabanin më vonë cili është dallimi dhe vallë Shkupi ose Shkëndia dole në vend të parë, sepse kështu ishte renditja Struga Trimblum Shkupi Shkëndia me disa pikë dallim ndërmjet. Kështu që do të shohim më vonë, do të na tregoj Shabani se si përfundoi gjysmë sezoni, si përfundoi pra sezoni dimror për skuadrat e futbollit në ligën e parë në vend dhe sigurisht cilat janë përgatitet tani, si përgatiten këto skuadra. E dim se Struga Trimblum pra ka filluar gjithashtu me trajnimet, ka filluar dhe Shkupi dhe Shkëndia kështu me radhë, po do të shohim se ku i bëjnë skuadrat trajnimet, ku përgatiten, kur do filloj java e radhës e kampionatit ose pjesa pranverore, kështu me radhë bashkë me Shaban Sinanin. Pastaj ai më përmendi se ka zhvillime edhe në volejboll, do të prekim dhe këtë sport gjatë bisedës së sotme. Dhe përveç sportit, Shabani të shtunën ka shkuar në Kodrën e Diellit, në një vend turistik në Tetov, pra në malin Shar, në Pollok, kështu që kemi bërë dhe një material për atë se si duket për këtë sezon Kodra e Diellit. Ka pagës bor, diku një 10-15 cm, e cila nuk është e mjaftueshme për të skiuar, po besoj është e mjaftueshme për të tërhequr turistët cilët duan të paktën të shijojnë natyrën malore, borën pak a shumë, pasi nëpër qytete dhe në vende më të ulta nuk kemi ende reshje të borës. Do ta kemi edhe këtë material në program, pra do të shihni pamje nga Kodra e Diellit për ata që duan ta vizitojnë në të ardhmen, mund të shohin se si është gjendja momentale. Pra nga fundjava e kaluar nuk ka rënë shumë borë, më shumë se sa në pamje që do të shihni, ndoshta dhe një shtres e hollë, por gjithashtu nuk mjafton për të skiuar as kjo, siç thash. Presim për javën e ardhshme të ketë më shumë reshje bore, do të shohim edhe te moti se si parashihen reshjet e borës gjatë javës, gjatë fundjavës së ardhshme në fakt priteshte që të ketë reshje bore dhe ndoshta më në fund do filloj sezoni i skiimit në këto qendrat tona, të cilat, siç kemi përmendur dhe më herët, ka filluar tani më të ankohen për numër të vogël të turistëve, por dhe skiatorët janë si të dëshpëruar, njerëzit në fakt, jo skiatorët, po njerëzit që e kanë hobi, qytetarët që e kanë hobi skiimin, janë pak të dëshpëruar sepse nuk kanë mundur kësaj sezone të bëjnë seften, të fillojnë të skiojnë në Kodrën e Diellit, por dhe në Brezovic dhe në vende të tjera në rajon të skiimit. Përveç kësaj me Shaban Sinanin do të flasim edhe për një të re që vjen nga figura e tij në fakt, nga profesioni i tij. Shabani ka përmbledhur punën disa dekadëshe si gazetar i sportit dhe ka shkruar një libër, pra ka përmbledhur në një libër gjithë punën e tij disa dekadëshe. Do e pyesim për këtë libër pasi do botohet së shpejti, ka kaluar në Ministrinë e Kulturës,
Dhe kështu do të kemi edhe një përmbledhje të Shabanit, nuk është libri I parë që ai e buton, dhe do ta pyesim se ku është I fokusuar, cilat janë ngjarjet më të rëndësishme që kanë shënuar karrierën e tij dhe që ai ka inkuadruar në këtë libër, pra cilat janë artikujt më të bukur ose ngjarjet më domethënëse ose vendet më të rëndësishme ku Shaban Sinani ka shkuar, kështu që kemi 3 tema me gazetarin e sportit sot, sportin, kodrën e diellit dhe librin e ri që do ta botoj. Se do të jetë interesant, pasi nuk kemi pritur Shabanin disa javë me radhë, pauzuam në mes sezonit, kishte edhe botrorin më herët, kështu që na ka munguar në këtë studio për të ardhur përsëri Shabani, do të vjen në pjesën e fundit të programit, kurse tani do të fillojmë me informacionet servis dhe përpara se të fillojmë me informacionet servis, në fakt do isha të përmend një gjë, sepse mbrëm na tronditën lajmet e tronditjes së Shqipërisë, ka pasur 2 tërmete në Shqipëri, 2 lëkundje të magnitudës 5.7 ball, pra relativisht I fuqishëm ky tërmet, ka shkaktuar edhe dëme në disa qytete, po do ta shohim pakës më vonë më detajisht përmes artikujve që do t'i lexojmë. Për fat të mirë nuk ka probleme më të theksuara, nuk ka dëme më të mëdha, përveç disa plasaritje të disa banesave në Durrës, më duket edhe në disa pjesë të Bulqiz. Po, do t'i lexojmë pakës më vonë, fillojmë tani me motin. Mirë, ja dhe parashikimi I motit për sot dhe 2 ditët e radhës, për vendin, rajonin dhe botën, siç tham, presim që temperaturat të ngriten ngadalë në ditët e ardhshme, kurse për vikend në viset malore pritet reshje bore, pritet dhe reshje e shiut në fakt në ditët e fundit të javës, të ejtën të premten dhe pastaj të shtunë të diell dhe borë. Por për të mërkurën dhe të ejtën, siç thash, kemi temperatura deri 16 gradë Celsius. 2 njëtoze për plazh në Durrës, Do fillojmë tani me kalendarin historik për sot. Në Happy Day, 16 janari, fillon me një datë shumë të rëndësishme për ne shqiptarët, me një ditëlindje të një personazhi që nuk do ta gëzonjëm lirinë asnjëherë nëse nuk ishte në atë kohë. 1844 ka lindur në Vlorë Ismail Qemali, bej Vlora, nënpunës dhe deputet I Perëndërisë Osmane, veprimtar I çështjes kombëtare dhe themelues I shtetit shqiptar. Ismail Qemali ishte firmëtari I pari deklaratës së pavarësisë dhe kryetari I Këshillit të Ministrave të Qeverisë së Përkohshme të Shqipërisë. Sipas regjistrave të Zosimeas, Ismail Qemali I dha provimet e vitit të fundit më 15 korrik të 1859-s. Revolucionit Gjon Turk më 1908 dhe rishpalljes së kushtetutës më 21 korrik, Qemali u kthye nga mërgimi. Më 17 dhjetor të po ati viti, parlamenti u hap dhe Ismail Qemali u zgjodh si deputet I Beratit, pavarësisht sa kishin luftuar Gjon Turqit që të mos zgjidhej. E më 26 deputetët shqiptarë rreshtohet me partinë opozitare, hyrjet Veitilaf, do me thënë marrëveshja e liri, për decentralizimin e perandorisë dhe lirinë e mësimdhënies së gjuhëve kombëtare. E gushtin e 1910-s udhëtoi nëpër Evropë dhe kërkonte autonomi administrative për shqiptarët në kushtet e brutalitetit të Gjon Turqëve. E pas një kuvendi në Gërç, nënshkrua një memorandum me nxitjen e tij, I cili përmbante 12 pika me kërkesa kombëtare, duke shprehur edhe një herë zotimin për lidhje me perandorinë. E më 17 nëntor u kthye në Vlorë, disa nga planet ndryshuan dhe nuk e kishte më të mundur që të shkonte në Rom. Së bashku me Gurakuqin mori trenin ekspres për në Tiranë mëngjesin e 19 nëntorit. Nga ora 2, rreth 15 shqiptari hypën avullores Bryn të linjës Lloyd dhe në det kaloi në një vapor tjetër të linjës Graf Wurmbart, diku pranë kepit të Rodonit. Avulloria Wurmbrand mbërriti në Durrës mëngjesin e datës 21 nëntor, pasi kushëriri I tij dytë Myte Sarifi I Vlorës Xhemil, Beu dhe biri si kapiten I milicisë vendase Ethem Beu,
kishin përgatitur terrenin dhe organizimin e kuvendit duke lajmëruar delegatët. Të gjithë delegatët që kishte me vete u vendosën në selamllëkun e Sarajeve të Vlorave dhe Sarajeve të Vlorajve, o zot, ku dhe u mbajt kuvendi që u shpall më vetësia në 28 nëntor, të cilin e çeli Ismail Qemali me një fjalim dhe më pas firmosim me siglën Ismail Qemal në rezolutën e përpiluar nga sekretarët e mbledhjes shqip, nga Gurakuqi e Osmanisht, nga Shefqet Taiu, kryetari i qeverisë për tashmë u zgjodhi Ismaili, ndërsa Kaçorri nën kryetar. Anëtarët e qeverisë u lanë për të zgjedhur më 4 dhjetor, pasi të vinin dhe delegatët e viseve të tjera dhe kryetari proklamoi mëvetësinë duke valvitur flamurin në njërën prej dritareve qendrore të selamllëkut të Vlorajve pa perënduar. Mirë, tham një histori të shkurtër për veprimtarinë dhe jetën e Ismail Qemalit, kur, siç tham, në 1844, më 16 janar, pas ka lindur Ismail Qemali. Dhe tani më shkoj mendja që në horoskop Ismail Qemali që nga Britsjaf. E në ditën e sotme, në vitin 1909, ekspedita e Ernest Shackletonit gjem polin magnetik të jugut. Ekspedita Nimrod e vitit 1907 deri 1909, e njohur ndryshe si ekspedita britanike e Antarktikut, ishte para nga 3 ekspeditat në Antarktik të udhëhequr nga Ernest Shackleton. Synimi kryesor i saj, mes një varg objektivash gjeografik dhe shkencor, ishte i pari në polin e jugut. 1962, në 16 janar, vdes në moshën 78 vjeçare Ivan Mestrović. Mestrović ishte një skulptor, arkitekt dhe shkrimtar i njohur kroat i shekullit 20. Ai ishte skulptori më i shquar i artit modern kroat dhe një personalitet kryesor i jetës artistike në Zagreb. Mbi liçit në Split dhe në Akademinë e Arteve të Botuara Vjen, ku formua në ndikimin e ndarjes. Jo, Mestrović studioi në punishtën e gurit të Pavle Bliniqit në Split, pra dhe në Akademinë e Arteve të Bukura në Vjen, ku formua në ndikimin e ndarjes, siç tham. Me një fjalë shtesë. 1969, në ditën e sotme, studenti çek Jan Palach kreu vetvrasje duke u vetë djegur në prag të Çekoslovakisë në protest kundër pushtimit sovjetik të vendit të tij disa muaj më parë. Palach ishte një student çek i historisë dhe ekonomisë politike në Universitetin Charles të Pragës. Trupat e Traktatit të Varshavës do tërhiqeshin disa vjet më vonë nga Çekoslovakia. E në 1974, në ditën e sotme, ka lindur në Croydon Kate Moss. Moss është një modele dhe biznismene angleze. Ajo u rekrutua si modele në 1988 në moshën 14 vjeçare nga Sara Dukas, themeluese e Store Model Management. Bashkëpunimet e saj me Calvin Klein e sollën atë në statusin e ikonës së modës. Moss mori një çmim Award 2013 British Fashion për të pranuar kontributin e saj në mod mbi 25 vjet. Urime ditëlindjen Kate Moss, ka lindur në vitin 74, që i bie të ketë baja një vjet tani, po mira, ka mbaruar karrierën e saj. 1979, në ditën e sotme, shahu i fundit iranian Reza Pahlavi ikën nga Irani së bashku me familjen e tij dhe zhvendoset në Egjipt. Duke u përballur me një ekzekutim të mundshëm nëse ai do të kthehej në Iran, Pahlavi vdiq në mërgim në Egjipt, presidenti i cilit Anwar Sadat i kishte dhënë azil të gjithë familjes mbretërore. Shahu Reza Pahlavi u rrëzua nga demonstratat e udhëhequra nga kleriku Ayatollah Khomeini. 1991, në ditën e sotme, forcat e koalicionit i shpallin luftë Irakut të Saddam Huseinit, duke filluar kështu zyrtarisht luftën e Gjirit Persik. Kjo luftë ishte një konflikt
i zhvilluar nga forcat e koalicionit të 35 kombeve të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kundër Irakut në përgjigje të pushtimit të Irakut dhe aneksimit të Kuvajtit që vinte nga çmimet e naftës dhe mosmarrveshjet e prodhimit. Dhe në vitin 1992 është ngjarja e fundit shënohet për ditën e sotme, zyrtarët dhe udhëheqësit e rebelëve të El Salvadorit nënshkruajnë marrëveshjen e paqes Chapultepec në Mexico City. Nënshkrimi i kësaj marrëveshje i dha fund luftës civile 12 vjeçare në Salvador, që mori të paktën 75.000 jetë njerëzish. Traktati u negociua nga përfaqësuesit e qeverisë salvadoriane, lëvizje rebele FMLN dhe partitë politike me ndërmjetësimin e Kishës Katolike dhe ndërmjetësimin e OKB-s. Mirë, këto ishin ngjarjet nga kalendari historik për 16 janarin. Happy day. Përshëndetje miq të dashur edhe për këtë ditë të bukur. Siç po na shihni, unë sot me Majlindën kemi vendosur të marrim shkopat. Sepse shkopat I keni ju afër në shtëpi, me siguri keni pajisje për pastrim. Pajisje për pastrim, po. Si do një asaj përpite? Shkopete. Shkopete, okej, në to, unë I kam shkopete, unë I kam tollus me... Si të tollus. Ndoshta është nga Kosova, kjo? Me hollu petën. Po. Ne I hollojmë trupat në këtë. Ne sot do t'i hollojmë trupat dhe do bëjmë ushtrime të përgjithshme. Kemi vendosur ushtrime të përgjithshme teknike, apo jo? Shikim parë duket shumë e thjeshtë edhe thush në mendje, çka mund të bësh të realizosh me shkop. Ama ka, mund të thënë, mbi 1.000 ushtrime. Jo, 1.000 të prova, fare. Ska mbi 100 ushtrime me këtë shkop të thjeshtë. Dhe sot da dëshmoj magjinë e shkopit ne. Unë lexova një gjë që ndoshta duket shkopit që nuk kryen punë për tonifikimin e trupit. Po shkopi është një gjë shumë që nuk e sheh se si të zgjerohen muskujt. Gjithashtu edhe të ndihmon për koordinimin e trupit. Ta mëson si të kesh ndoshta paraspesh edhe koordinimin. Para se të vi këtu, e bëna një research dhe e bëva këtë gjë. Edhe ne tash dua të shkojmë të gjithë shikuese magjinë e shkopit. Sigurisht, a jemi gati? Po. Filloj. Tash filloj. I vendosim duart në këtë pozitë, I neutralizoj partës gjuhë, edhe shkojmë si aeroplan parë. 1, 2, 3, edhe drejtojmë. 1, 2, 3. 3 sekonda poshtë, edhe drejtojmë. Më rëndësi është që shpina të jetë drejt, shikimi para, gjuhë tjenë neutral, edhe dhe salitet brapa, edhe ta shkojmë vetëm brapa. Në siguri shikuesit gjejnë lësi në shpinë. Tini ka ndjejt, e gjejnë në shpinë, e gjejnë si kështë e gjejnë. Po, të mendu shikuesit me çka janë të I bautime në shpinë, me çka shkopa. Në siguri, unë tash e imagjinoj dhe një shtëpiake ka qenë duke pastruar, edhe le pastrimin, e merr vetëm shkopi dhe na bashkangjitur. Edhe tash shkojmë për pjesët e anshme të abdominit. 1, 2, 2 sekonda. Këtu është me rëndësi që mos lëvizni me ijet ose kukat janë statike dhe veç me pjesën e sipërme të lëshohesh poshtë. 2 sekonda, merr tërë edhe të shprazur, pra merr tërë edhe shprazur. Mba bakën fort. Majlida sot shumë bukur për dukesh. Një tati qdo herë dukesh bukur.
Edhe shumë mirë kështu kur dash komplimente, po shpërdash energji pozitive, po. Edhe tash shkojmë kështu majtas, sikur se lëndron djallë. Majtas, lëndron edhe djallë. Tu mund të ndalësh një pikë, si te për koordinimin është mirë që ose shikuesit mund të koordinohen, e kanë këtë pikën ku mund të fokusohen se janë nga një djallë, pastaj nga një majtë, nga një djallë, dhe nga një majtë. Dhe ta shëndalëm në këtë pikë, dhe shkojnë në shkopin mbrapa, edhe para ullit pak. Mund të kemë pakës si problem ta qënë mbrapa shkopin, për ta qënë mbrapa është mirë që kratë hapish ma tepër dhe nga darë. Gjështë ta kuptosh mekanizmin e tillë ushtrimi, mund të ngrihesh këtu marrë kishtave, të aktivizon edhe pulpat. Hapi gjoksin edhe shqipimin parë. Edhe dy. Edhe tash mund të shkojmë majtas, ullin shkua, djatas, ullin shkua. Hape gjoksin, ullin. Mersin tërë, shprajtë pra, bushë gjoksin në në e shkua. Edhe dy. Unë dhe si të gjithë shikuesit më saktë shtëpiatin, si kemi aktivizu shumë. Ato si janë shtëpiatit e dështuara? Janë të lumturuara, po. Po, nëse në ndjekin neve, do jenë gjithmonë të lumturuara, pas si ne. Po shpresoj që na kanë ndjek prej zotit parë. Po, edhe tash më jemi mike të përvetume. Mysafire në shtëpi. Tash mund të vazhdojmë pakës majtas djathtas, të bëjmë orën pak më allegro. Këse, në zgjatë. Këse në zgjatë i dorë, majtas, edhe zgjatë i dorë djathtas. Edhe tre. Në fakt, këto ushtrime kam përqymë më shumë krahët. Dy. Krahët, shpime. Tash në vazhdim, shkojmë me këmbën e djathtë, 1, 2, 2 sekonda la. Pra këtu vjen në shprehje puna e balancit, 2 sekonda, 2 sekonda, 2, nga 2 sekonda, edhe u. Pra kemi pjesën e parë, anësh, dhe la. Seconda, qui, da, edhe një. Edhe pas shpa, edhe vazhdojmë në këmbën tjetër. Në nësjen e gati, 1, 2, la. Edhe parë, sekonda, edhe 2 sekonda, 2 sekonda, 2 lartë, edhe 3. Mund të sqarojmë shikuese, nëse s'mundem, kështu mundet edhe lartë, 1, 2, 1, 2, çdo herë ka një dëshirë, ose pak më lartë, Kam dhe një lartë, po. Tregues më mirë është trupi i tregon sa mund ta qënë këmbën. Edhe tash shkojmë e vendosim shkopin kështu anësh.
Mendoj se mund ta kapë shikuesi. Dore, ja. Ja, kështu. Po. Ja. Ka fillon. Një ta vazhdoj me tregu Po. dhe tash si të një Blokuar anësh në dorën e malë, neutralizezi, dhe shkoj 2 sekonda edhe qëllila. Në ta në këmbët një dy t'i hapë në Dhe rësë. pastaj shkojmë 1 2. Ta ma i litë? Kombat i ke neutral, dhe mund të kërën kështu. Oke. 2 sekonda edhe filloj dorën e malë. Me rëndësi është shkopi mund të qojë që vetë për mba afër trupi. 1 2 edhe filloj. Këri, 2 sekonda. Shkopi tjetë i gjitur në shpinën. Edhe kukat mos një lëviz, por ma statike, ku të shkesh anësh. Nga 5, se cilën anë mjafton, 5 përshëritje, edhe pastaj ndrojmë dorën në dorën tjetër. Edhe të 1 2 drejto edhe filloj. 2 sekonda, shikimi para, edhe filloj dorën e poshtë. 1 2 Tash ma i litë kemi edhe Tash pështrimi i radhës është ky, kape kështu anësh shkopit, edhe krahun e djathtë fillojnë nga ta. Si kemi mbarë para, edhe tash me dorën e malë zgjatim. 1 2 ja, filloj. Si kemi para, me dorën e djathtë të hiq, edhe zgjatim. Triq nga dalë, tjetë një zgjatje e lehtë. Triq qësë në brava, edhe një. Edhe tash vazhdojmë gamën tjetër. Tash edhe këtu. Fillo poshtë, dhe me dorën e djathtë të rritë. Cikimi para. tash parë veçimi i fundit, vazhdojmë në filmin e fundit për këtë epizod. E shkojmë në lëvizje rrethore, shkojmë majtas djathtash, edhe lëvizje rrethore. Këtë super lartë, super lartë. Edhe tash e ndërrojmë kafje, fillojmë nga tjetër, fillojmë nga lartë, ndështë të kafje të vitër, edhe shkojmë në lëvizje rrethore. Edhe tash e ndërrojmë kafje, edhe qëtëse. Nuk të të shkojmë të shkojmë që poshtë, shkojmë nga. Ja të rushu në alë, e tash nga dalë. Shkojmë. Prendete a baixo, extensão, faccio solo la torrente, Më shëndet dhe gjithë shikuesve që ushtruan sot me ne, shpresoj që nuk janë duk këto ushtime shumë të rënda. Kjo është për ta filluar javën në barë, po, dhe fuqishëm. Dhe edhe 2 epizodet e radhës do të kemi në Shkop. Kështu që
Deri atëherë mirëmbëjtje dhe shumë dashuri nga unë dhe Margarita. Mirupafshim. Oh, happy day. Mirë, kjo është e kronika e fundit sa i përket vendit tonë për ngjarjet në Maqedoni. Do të vazhdojmë të informojmë për rajonin duke shpjetuar klanmacedonia.mk dhe faqen tonë ku mund të informoheni për gjithçka që ju intereson. Atë që përmendëm që në hyrje të emisionit është tërmeti që ka dridhur mbrëm Tiranën. Unë thash 5.7, gabim 5.2 magnituda është e tërmetit që ka rënë mbrëm në Tiranë. Janë trembur qytetarët dhe kanë dalë nga banesat, kishte edhe disa dëme të paraqitura në ndërtesa, pra plasaritje të ndërtesave. Po do të shohim, pra lëkundje të forta tërmeti janë djerë në orën 22:37 minuta të së dielës në Tiranë. Paraprakisht, sipas MSC-s, tërmeti raportohet të kishte magnitudë 5.2 ball të shkallës Richter. Lëkundjet kishin një thellësi prej 1 kilometër me epicentër 29 kilometra nga Tirana dhe 14 kilometra nga Burrelli. Tërmeti u pasua nga një tjetër lëkundje pak minuta më vonë dhe pasi u shënua dhe tërmeti i dytë, pra atëherë sigurisht që njerëzit filluan me panikun dhe dolën nga banesat e tyre, pasi e dim historinë e tërmeteve në Shqipëri, kështu që besoj janë njerëzit e traumatizuar. Dhe ja, pas tërmetit, disa ndërtesa pësojnë dëme në Bulqiz, një pjesë e Durrësit pa rrymë. Pra pas 2 tërmeteve që kanë goditur në Shqipëri, ka pasur dëme të vogla materiale në disa zona, të lagje e re në Bulqiz, ku banorët kanë dalë jashtë nga objektet e banimit. E në Durrës raportohet se në disa lagje nuk ka energji elektrike. Ndërkohë, në qytetet e tjera të Shqipërisë janë ndjerë lëkundjet e tërmetit. E ministri i mbrojtjes në Shqipëri, Niko Peleshi, ka thënë se disa dëme të lehta janë shkaktuar dhe në Zibër të Klosit. Pra kjo është ajo që ka ndodhur dje sa i përket tërmetit në Shqipëri, asgjë serioze, disa plasaritje të ndërtesave në ca vendbanime, dhe sigurisht ajo më e madhja është paniku të qytetarët, të cilët siç thash janë të traumatizuar nga tërmetet e fuqishme që kanë goditur Shqipërinë për fat të keq në të kaluarën. Asgjë për të trembur, shqiptarët mi të dashur u drith pak toka mbaroi. Dhe tani do të kalojmë te bota. Lajme në pak minuta çfarë po ndodh rreth nesh për ditën e sotme, për të 16 nëntor do thosha, janar. Ende jam në 2022. Titulli i parë, njerëzit nuk po e marrin seriozisht. Ekspertët thonë se rritja e rasteve të Covid në SBA është një rrezik i madh. Në vitin e 4 të pandemisë, Covid-19 po përhapet sërish në gjithë Amerikën, kryesisht për shkak të pushimeve, faktit që ka më pak masa mbrojtëse dhe evolucionit të vazhdueshëm të nën varianteve të Omikronit. Pra nën variantet e reja po shkaktojnë shqetësim për rritjen e transmetueshmërisë dhe aftësisë së tyre për të shmangur disa antitrupa. Do të shënojmë dhe vitin e 4 të pandemisë. Titulli tjetër, rrëzimi i avionit në Nepal. Ka ndodhur gjatë ditës së djeshme, nga 72 pasagjerë, 68 trupa u gjetën të vdekur. Ishte dje në lajme, po do të shohim tani çfarë ndodh në Nepal, shpallet ditëzie. 68 persona u konfirmuan se ndruan jetë si pasojë e rrëzimit të një avioni në Nepal. Policia tha se nuk priste të gjente më të mbijetuar. Tek Nath Situala, një zyrtar i aeroportit të Katmandu, qytet në Nepal, tha se të ashtu quajturat kutit të zeza janë në një gjendje të mirë. Kutit e zeza janë pajisje elektronike e regjistrimit të vendosura në një avion me qëllim të lehtësimit të hetimit të aksidenteve dhe incidenteve të aviacionit. Pra, aeroplani A372 i Yeti Airlines u rrëzua nga një gryk të pjerrët, u coptua dhe shpërtheu në flak me 72 persona brenda. Ishte edhe një video nga larg se si më duket se në zbritje avioni, sepse dukeshte ashtu dhe dukeshte shumë afër, në humb kontrollin, më njanohet dhe
aty dhe përplaset. Në Nepal ndodhin shpesh aksidentet me aeroplan për shkak të maleve të larta që janë atje, ndër malet më të larta, pra dhe Everesti e kështu me radhë, dhe shkaku i klimës që mund të ndryshojë brenda momentit, pa pritmas, ndodhin shumë aksidente ajrore në Nepal dhe ja ky ishte i fundit, pra ku fatkeqësisht ka ndruar jetë 68 njerëz, 4 të tjerë llogariten të zhdukur sepse sipas zyrtarëve nuk pritet më të gjenden to të 4 të gjallë, për fat të keq, pasi siç dëgjuat, pas rënjes avioni ka eksploduar pastaj, është ndezur. Lajmi i radhës, njerëzit në Paris do të votojnë për ndalimin e skuterëve. Kisha votuar dhe unë një pro. Pra në Paris njerëzit do të ftohen të votojnë nëse do të lejojnë që shërbimet e marrjes me qira të skuterëve elektrik të vazhdojnë të funksionojnë në kryeqytetin francez. Njerëzit duken se janë ndarë në 2 grupe. Disa janë të mendimit se përdoruesit e skuterëve nuk respektojnë rregullat në rrugë ose i parkojnë në vende ku nuk lejohet, në disa raste i braktisin ose i hedhin në lumë. E nga ana tjetër, disa janë kundër ndalimit të tyre sepse janë një alternativë mirë ndaj makinave dhe transportit publik. Unë për vete këto skuterat nuk i kam fare qef, sepse shkaktojnë kaos në trafik. Sidomos këtu te ne ku nuk kemi një rrugë të veçantë për bicikleta ose dhe për pajisje të tjera. Lajmi i radhës është xhihadistët e dyshuar rrëmbejnë 50 gra në Burkina Faso. Pra xhihadistët e dyshuar kanë rrëmbyer rreth 50 gra në Burkina Faso, shtet në Afrikë, thonë zyrtarët lokalë dhe banorët. Disa gra arritën të arratiseshin dhe të ktheheshin në fshatrat e tyre për të dhënë alarmin, kanë thënë ata. E që nga viti 2015 vendi, një nga më të varfërit në botë, është përballur me një kryengritje të udhëhequr nga xhihadistët e lidhur me Al-Qaedën dhe grupin e Shtetit Islamik që ka vrarë 10 mira dhe ka detyruar të largohen nga vendbanimet rreth 2 milion njerëz. Dhe lajmi i fundit, Spanjë, 10 mira punonjës të shëndetësisë protestojnë kundër shkurtimeve të qeverisë. Shohim për çfarë bëhet fjalë, qeveria rajonale e Madridit, e udhëhequr nga Isabel Díaz Ayuso e Partisë Popullore, është kritikuar rënd në vitet e fundit, veçanërisht që nga fillimi i pandemisë COVID-19 në vitin 2020 për staf të dobët në spitale dhe qendra të kujdesit shëndetësor. Protestuesit thonë se po dëmton sistemin e kujdesit shëndetësor duke hequr shërbimet shëndetësore publike dhe duke favorizuar qendrat dhe spitalet private. Mirë, dhe një lajm tjetër dorime ndet tek Klan Macedonia. Më duket se Valoni dhe Samiri janë gëzuar shumë brëmë me futbollin, nuk gëzuat? Sepse Barcelona ka fituar ja dhe titulli. Barcelona ka fituar Superkupën e Spanjës. Pra, Barcelona fitoi për herë të 14 Superkupën e Spanjës. Katalanësit fituan 3-1 në finalen me Realin e Madridit e zhvilluar të dielën në Riyadh. Një sfidë e zotruar nga futbollistët e Barcelonës, ku Spikati Gavi, autori golit të parë dhe njeriu asist për 2 të tjerët. Lewandowski dhe Pedri ishin lojtarët e tjerë që shënuan. Goli i Benzema në fund nuk u shërbeu madrilenëve. E Barcelona kështu, pas kampionatit, po tregon supermacinë e saj ndaj Real Madridit në turnet e tjerë. Super derbi dje mbrëm në fakt, dje si do themi mirë, në mesditë përfundoi kështu me fitimin e Barcelonës 3-1. Bukur, ky ishte lajmi i fundit sa i përket bllokut informativ të mëngjesit tonë në Happy Day. Dhe tani kemi edhe një lajm nga Showbizi përpara se të fillojmë me materialin që ka përgatitur Nita. Ju e dini që kanë dalë disa video nga Miss Universe, sidomos ajo e Francës që ka bërë gabimin e njëjtë si Kosova. Dhe nuk e di, duhet ta heqin atë prezantimin definitivisht. Domethënë prezantim i vajzave dalin në skenë dhe bërtasin emrin e tyre dhe emrin e vendit nga ku vinë në mikrofon. Besoj që e keni dëgjuar të gjithë. Dhe për shembull, ai të themi se nuk jam Miss si Maqedonisë, po nejse Teuta Zekiri Maqedoni. Dhe kjo ka bërë që Franca
të turpërohet edhe një herë si që u turpërua Kosova disa vite më herët, ku I ka ikur zëri nga bërtithmat. Dhe skandali ka shënuar ngjarje që ka shpërthyer në rrjetet sociale, po ja tashi do shohim se si ka përfunduar ky kompeticion, kush është zgjedhur e bukura botës. Oh, happy day. Ja ku fillojmë dhe pjesën e fundit të programit, ku kemi dhe mysafirin e ditës, ju kemi lajmëruar që në mëngjes që do të kemi këndin e sportit nga Kjo e Hënë dhe Shaban Sinani mirëpresim në studio për të folur për më të rehat nga sporti, folim dhe për sezonin turistik në Kodrën e Diellit dhe folim edhe për botimet e librave të radhës të Shaban Sinanit. Mirë se ke ardhur. Mirë gjeta dhe ditë të mbarë. Si e sot, ditë të mbarë, javë të mbarë. Si gjithmonë. Si gjithmonë? Plot me energji dhe gati për ta filluar javën. Dush pa tjetër të punë. Prandaj duhet gjithmonë me energji pozitive. Vërtet, Shaban ti e shembull, kam thënë çdo herë. Mirë, si e lam sezonin, Shaban Sinani, gazetari jon I sportit, si e lam sezonin e ligës së parë të futbollit? Po, sezoni pjesë e parë e kampionatit, apo sezoni vjeshtor, përfundoi me ndeshjet e javës së 18, pra me 11 dhjetor. Edhe dihet se aty 3 skuadrat që janë pozitat e para janë Struga Trimlum, Shkupi dhe Shkëndija, më pas vazhdojnë edhe ekipet tjera, të cilë, por ajo është e kaluar, pra I përket vitit 2022, tash jemi në vitin 2023 dhe ekipet kanë bërë plan programet e veta që të fillojnë pjesën tjetër. Të fillojnë pjesën tjetër dhe ti realizojnë pretendimet e tyre. Dikush ka pretendime për të bërë kampion, dikush për të mbrojtur titullin e kampionit, dikush punon që të arrijë në ligën e parë. Ato janë tjera, dikush pretendon që edhe këtë vit të jetë pjesë e garave evropiane, dikush pretendon që të mbrojë statusin e ligës së parë, e kështu me radhë. Me thënë, të gjitha ekipet kanë kush sa ka mundësi aq. Po të fillojmë ne. Struga Trimlum. Struga Trimlum është kampion vjeshtor, ka 37 pikë. Është një skuadër e cila premton, e cila ka pretendime që këtë vit të shpallet kampion. Sipas asaj që ka nisë rrugës, do me thënë, është duke shkuar fuqishëm. Por të shohim. Struga Trimlum ka filluar me datën 9, përgatitjet për pjesën pranverore të kampionatit, paraprakisht ekipi ka bërë disa prurje në radhët e veta, bëhet fjalë për dy lojtar cilësor, bëhet fjalë për Mexhit Nezirin, 32 vjeçar, I cili një kohë të gjatë ka qenë pjesë e klubit të futbollit Shkëndija, me të cilën ka fituar edhe titull kampioni, ka qenë pjesë e klubit të futbollit Renova, ka qenë edhe futbollist I cili ka luajtur në jashtë vendit. Domethënë bëhet fjalë për një futbollist I cili ka përvojë të madhe. Fjala e parë e Mexhitit në panelën e Struga Trimlumit ishte unë gjithmonë vi atje në klubet ku fitojnë trofe. Do me thënë me Shkëndijën ka fituar trofe, me Renovën ka shënuar trofe, tani është radha që të fiton trofe edhe me Struga Trimlumit. Prurja tjetër është gjithashtu një futbollist mjaft cilësor, bëhet fjalë për Besart Krivanjevën, futbollist I cili ka një përvojë bukur të mirë, është mesfushor, ka qenë në pjesë e ekipit të Metallurgut, ish ekipit të Metallurgut, që tani më nuk funksionon. Bëhet fjalë për një skuadër e cila ka qenë gjithmonë në 400 e ekipeve më të mira në vendin tonë. Pastaj ka qenë pjesë e Shkupit, ka luajtur edhe për disa skuadra në Kosovë. Besart Krivanjeva, do me thënë nga java që e lam pas, është pjesë e Struga Trimlum dhe do të jetë një përforcim mjaft I mirë në kampionatin ose në pjesën e dytë të kampionatit 2022-2023. Do me thënë, pritet që të ndihmon ekipit të Strugës që të arrijnë ato qëllimet për herë të parë të fiton trofeun kampion I Maqedonisë së Veriut.
Shumë bukur, ne gëzohemi, sigurisht është skuadrë shqiptare. Patjetër. Do na bëj krenar. Një skuadrë tjetër e cila ka pretendimet e veta që të mbrojë titullin kampion. Është Shkupi. Është Shkupi. Vetëm atë të cekis se ekipi i Strugës në pjesën e parë të përgatitjeve do të zhvillon në terenet e Strugës dhe Ohrit, ndërsa përgatitjet ose fazën përfundimtar, fazën kryesore do të zhvillon në Antalya, do me thonë duke filluar nga data 23 janar, ku edhe do të zhvillon disa ndeshje kontrolluese. Ndërsa këtu, deri në datën 23 do të zhvillon dy ndeshje kontrolluese me ekipet tona. Pra, kur jemi të Shkupi, duhet të theksojmë se Shkupi ka filluar me datën 8 janar përgatitjet në ndërtimin e trajnerit Goce Sedlowski. Pjesa ose faza e parë është zhvilluar deri ditën e pardjeshme në stadiumin e Çajirit, ndërsa nga dita e djeshme, pra 15 janari, ashtu siç ceki edhe trajneri Sedlowski, faza përgatitore do të vazhdojnë të zhvillohet në Ohër për 10 ditë, ndërsa nga data 28 janari ekipi do të ngullet në Antalya. Edhe ai ekipe, pasi atje janë kushtet më të mira për... Se do të pyesja Shaban, pse shkojnë në Antali, pse shkojnë në Turqi? Shif në Antalya, krahas kushteve që janë mjaft të mira, ka edhe shumë skuadra nga Evropa të cilët të zhvillojnë në përgatitje, edhe aty është momenti mirë që të zhvillojnë edhe ndeshje kontrolluese me skuadra të forta. Ashtu që të maten, ekipi, me sa duket, do të zhvillon në 5 deri në 6 ndeshje kontrolluese, dy do të zhvillon këtu në vendin tonë, ndërsa 4 ndeshje do të zhvillon në Antalya. Dhe me thënë, tani për tani unë nuk kam informata se cilët janë kundërshtarët e ekipit, por bëhet fjalë për ekipet të cilët kanë rating të lartë në futbollin e vendeve të tjera dhe por edhe në futbollin evropian. Po këto janë kontrolluese dhe nuk kanë ndonjë efekt apo jo këto loja? Loja kontrolluese kanë për qëllim vetëm që të kontrollohen cilësia e ekipit, përgatitja e ekipit me ekipet e forta. Një testim para fillimit të kampionatit. Shumë mirë. Ekipi i Shkupit deri më tani ka sjell në radhët e veta 2 prurje të reja. Bëhet fjalë për Darko Ilievskin, një qendërmbrojtës nga klubi i futbollit Struga Trimlum dhe një portier të ri, Stefan Mitrev nga Strumica. A do të ketë prurje tjera apo lëvizje tjera në këtë kup? Pritet të shifet ditëve në vijim, pasi afati kalimtar për futbolist ka filluar nga dita e djeshme, pra nga data 15 janar. Dhe tani kthehemi te Tetova. Shkëndia. Te Shkëndia, po Shkëndia është skuadra e parë e cila ka nisur përgatitjet për pjesën pranverore të kampionatit, pra Regjia, nëse kemi pamje nga përgatitjet e skuadrave. Shkëndia ka filluar me datën 4 janar përgatitjet, 2 ditët e para i ka shfrytzuar për kontrole mjekësore të futbollistëve, ndërsa nga data 6 janar ka filluar me seancat të stërvitore, seancat të cilët kryesisht në stadiumet e Tetovës, pra në qendrën Ja, kjo video ku është? Ekipi fazën e parë do të zhvilloj aty, pastaj do të shpërngullet në Antalya. Gjithashtu. Në Antalya. Aty e pas kanë shkollën. Do të përmendim se Shkëndia tani më ka caktuar edhe ndeshjen e parë kontrolluese, apo miqësore, si do të thoni, do të luhet në Tetovë të njëjtën me ekipin e Voska Sportit nga Ohri. Pasi Voska Sport edhe pse është antar i pjesës së ditë e ligës së ditë, tani më ka nisur me përgatitje për pjesën pranverore, pasi edhe kjo skuadër ka pretendime për kualifikim në elitën e futbollit të Maqedonisë. E kemi përmendur që ka shënuar shumë suksese. Po, e kemi përmendur, pra trajneri Berat Imeri është mjaft optimist se kësaj radhe do t'ja arrijnë, pasi kanë një sponsor i cili ka me të vërtet qëllime të mira, ka sjellë mjaft përforcime ekipi
do të zhvillon 6 ndeshje kontrolluese me ekipet të ligës së parë dhe ligës së dytë në afatin kalimtar dhe gjithë kohën do të zhvilloje në përgatitje do të zhvillon në Ohër, nëse e lejojnë kushtet klimatike, ndërsa nëse do ketë probleme me kushtet klimatike, atëherë ekipi mund të shpërngullet në vend, qoftë në Shqipëri apo në Turqi. Kur jemi të Shkëndia, duhet të theksojmë deri në këto momente Shkëndia ka sjell 4 përforcime. Bëhet fjalë për Metodia Maksimovin nga Rabotnički i Shkupit, pastaj një futbollist reprezentues i Bosnjë e Hercegovinës, Mustafa Muezinović, i cili së fundit ka qenë pjesë e Novi Pazarit në kampionatin e Serbisë. Është kthyer Kamerçaka nga Shqipëria dhe një futbollist kemi edhe nga shteti fqin nga Bullgaria. Bëhet fjalë për Nasko Milev, një sulmues për të cilën pretendohet se ka cilësi dhe do të jetë titullar në ekipin e Shkëndijës, normal nëse dëshmohet. Ndërsa prurje e fundit, faktikisht kthimi i një futbollistit i cili vitin ose sezonin vjeshtor ishte pjesë e besës së Dobërdollët, është fjala për Almir Rexhepin. Është futbollist i cili ka filluar te Shkëndija dhe me siguri është pjesë e klubit të futbollit Shkëndija. Por, me keqardhje do të themi se nga Shkëndija është larguar Dashmir Lezi, një futbollist i cili është mjaft premtues. Ai është inkuadruar në një skuadër jashtë vendit. Ashtu? I dëshirojmë sukses. Po, normal, edhe për të mirën e tij, edhe për të mirën e klubit, edhe për të mirën e futbollit. Po ne kemi humbur, besoj, Shkëndija ka humbur, ë? Flitet se nga ekipi është larguar edhe Vlatko Stojanovski, sulmuesi. Valmir Nafiu tani për tani punon jashtë grupit, sipas informatave që kemi, dhe me të gjitha gjasat ai nuk do të jetë pjesë e ekipit më të mirë në pjesën pranverore. Ndoshta edhe do të angazhohet në ndonjë skuadër, pasi ka informata që ai ka oferta nga klube të Shqipërisë, por edhe nga kampionati i Maqedonisë Veriut. Ndërsa futbollisti i cili tani më është shpërngulur nga Shkëndija është Sabit Bilali, i cili ka vazhduar kontratën ose është angazhuar në te ekipi i Partizanit në Tiranë. Do me thonë, këto janë ata më të reja të rokadat. Me përgatitje kanë filluar edhe klubet të tjera të Ligës së Parë të Maqedonisë. Neve kemi pasur një kronik të posaçme për fillimin e përgatitjeve të klubit të futbollit Rabotnički. Kemi informata se ka filluar me përgatitje edhe Makedonia Gjorgje Petrov, e cila tani më gjendet një kohë të gjatë nga data 4 janari gjendet në Kroaci, ku krahas përgatitjeve merr pjesë edhe në një turne ndërkombëtar në Kroaci. Makedonia Gjorgje Petrov drejtohet nga trajneri Muharrem Bajrami dhe pretendimet e tij janë që në këtë kampionat të jetë në mesin e 4 ekipeve më të mira. Të shohim. Ka filluar. Sa është dallimi mes 3 skuadrave të para, Struga, Trimlum, Shkupi dhe Shkëndija? Pa shif, Shkëndija është në vendin e tretë dhe ka 8 pikë më pak se sa Struga. Më pak se sa Struga, Trimlum. Dhe Shkupi? Edhe Shkupi ka 3 pikë më pak se Struga, Trimlum, ndërsa ekipet tjera ato janë më poshtë. Presim e të shohim. Kampionati ka shumë dallime. Kampionatit në Ligën e Parë do të startojë me 19 shkurt me ndeshjet e javës së 19, ku që në gjiron e parë kemi një super derbi. Hajde, cilën? Super derbi, Shkupi-Shkëndija. Përsëri. Shkupi-Shkëndija, por me për fat të keq kjo ndeshje nuk do të zhvillohet në Çajër, por do të zhvillohet jashtë Çajrit për shkak të ndodhive që ndodhen në ndeshjen e kupës, po. Ndërsa ekipi i Struga Trimlumit është misafire e Tikfeshit në Kavadar. Do me thënë, kemi 2 derbi që në ndeshjen në gjiron e parë. Kjo është krejt se i përket ekipeve të cilët kanë nisur përgatitjet për pjesën e ditë të kampionatit. Neve mbetet që tu dëshirojmë përgatitje të mira dhe
suksese në Suksese pjesën e dytë të kampionatit. të tre skuadrat e para janë shqiptare, kështu që kush të fitoj për ne është mirë. Shpresojmë se do të jetë mirë. Do të jetë mirë, patjetër. Urojmë sukses të gjithë skuadrave të futbollit në ligën e parë dhe në fillimin e sezonit, gjysmë sezonit, pra të dytë ose sezonit pranveror. Tani do të kalojmë te handbolli. Tham që kemi ca të reja këtu në këtë sport. Handbolli, po. E dini që para disa ditëve ka nisur kampionati botëror i handbollit për meshkuj që kësaj radhe mbahet në 2 shtete, në Suedi dhe në Poloni. Në kampionatin botëror marrin pjesë 32 ekipe të ndara në 8 grupe, 4 grupe përballen në Suedi, nësa 4 grupet të tjera përballen në Poloni, pra në Krakov dhe në Katowice. Në këtë kampionat të botëror, pjesëmarrësa është edhe prezentacioni Maqedonisë së Veriut. Do të themi se ditët e para ka zhgënjur totalisht. Psoi e di humbje kundër Norvegjisë që edhe pritej, pasi Norvegjia ishte favorite absolute në këtë ndeshje, mirë po në ndeshjen e mbrëmshme. Maqedonia e Veriut vërtet ka zhgënjur atë shumë, janë të zhgënjur edhe seleksionuesi, por edhe lojtarët të cilët janë pjesë e reprezentacionit, pasi psohen nga Holanda me rezultat 34-24 me 10 gola diferencë që vërtet nuk ishte pritur. Edhe pse para udhëtimit në Poloni të gjithë pretendonin se Maqedonia e Veriut mund të bënë ndonjë befasi, e dishin se kundër Norvegjisë nuk ka qasa, por kundër Holandës dhe në ndeshjen e tretë që do të luhet ditën e nesërme kundër Argjentinës mund të presin ndonjë rezultat të mirë. Po ja që nuk ndodhi kjo, tani... Kur do të përfundoj rrugtimi? Çfarë do të ndodh me ndeshjen e radhës? Me ndeshjen e radhës... Nëse humb? Përsëri Maqedonia? Apo fiton Maqedonia, do të thonë... Mbaron aty rrugtimi? Po, do të përfundon, pasi... Vetëm ekipet e para kalojnë në raundin tjetër, pra tani më mund të thuhet me lirisht se Norvegjia, por edhe Holanda do të jenë favorite. Në mbrëmje janë zhvilluar 8 ndeshje dhe janë shënuar këto rezultate. Belgjika, Tunisi 31-29, Egjipti, Maroko 30-19, Gjermania, Serbia përfundim me një rezultat të ngushtë dhe ishte një ndeshje mjaft e dramatike. Fituan gjermanët me rezultat 34-33 me një gol diferencë. Maqedonia e Veriut, Holanda e C komate 24-34, Danimarka B Bahreini 36-21, do me thënë një rezultat i thellë, ndërsa rezultatin më të thellë e ka shënuar kombëtarja kroate, cila ka mundur Shtetet e Bashkuara të Amerikës 40-22, me 18 gola diferencë. Katari ka mundur Algjerin me rezultati 29-24 dhe Norvegjia, që është favorite në grupin F, ku është edhe Maqedonia e Veriut, mundi Argentinën me rezultat 30-21. Me 11 gola diferencë. Sot në program janë 8 ndeshje, përballen Brazili, Republika Kepi i Verdes, është një shtet që vërtet shumë pak e kemi dëgjuar, Malizi, Kili, Korea e Jugut, Islanda, Slovenia, Franca, që është një derbi i ditës së sotme, Irani takohet me Spanjën, Polonia me Arabinë Saudite, Portugalia, Hungaria dhe Uruguay, Suedia. Ekipeve ju dëshirojmë sukses. Ja ku i kemi, i shohim në pamje. Këto janë, do të thënë, një momente nga reprezentacioni i Maqedonisë së Veriut, do të thënë me përgatitjet. Po nuk e di pse festojnë, çfarë festojnë. Kjo ka qenë një ndeshje para shkuarjes në Poloni, ka pasur një solemnitet rasti ndeshje. Kam pasur pak më shumë shpresa për sukses. Shpresa kishin, me të vërtet, bile në preskonferencën që u mbajt para udhëtimit atje, ku ishim të pranishëm edhe ne si televizion Klan, dy handbollistët praktikisht të reprezentacionit ishin jashtëzakonisht optimistë se do të bëjmë befasi, do të bëjmë atë. Bile Federata e handbollit të Maqedonisë së Veriut ka premtuar edhe shpërblime për një fitore 30.000 euro,
për 2 fitore 45.000 euro, ndërsa për 3 fitore 60.000 euro. Tani mbetet ajo e para, do me thënë nëse mundin nesër Argentinën mund të argëtojnë vetëm 30.000 euro, të ndajnë do me thënë 30.000 euro, të ndajnë lojtarët. Kjo është e tëra sa për Bajram. për sa i përket kampionatit botëror të handbollit që po zhvillohet në Suedi dhe në Poloni. Qartë, Shaban Sinani, gazetari i sportit më shumë dekada, së fundmi kemi dëgjuar se do të botohen librat e radhës, sigurisht me autor ty, të përuroj, të përgëzoj. Ku e kuptove se do? Unë askundi deri ditën e sotme nuk kam publikuar askundi se do të nxjerrë 2 botime të reja, pra bëhet fjalë për 2 libra, të cilët janë në përfundim me sipër, bëhet fjalë një libër është Kolosët e sportit, ku është një përmbledhje e intervistave e shkrimeve të cilën kam bërë në gazetën Fakti, në portalin Yll Press, por edhe në mediume tjera, do me thënë bëj një përmbledhje aty. Të figurave më të rëndësishme sportive, intervista kësaj radhe. Po, intervistat ku do të prezantohen, për shembull do të fillojmë prej fituesit e medaljeve olimpike. Ashtu. Do me thënë Shaban Tërstena, Shaban Sejdiu, është Aziz Saliu, është legjenda e skijimit shqiptar Refik Yahya. Kur e ke bërë këtë intervista, Shaban, me Tërstenën? Kur e ke bërë për shembull? Me Tërstenën? Ose e ke bërë vonë? Kemi haru, ka shumë kohë. 18-20 vjet ka. Do me thënë që atëherë Shaban Tërstena premtoi se do të botojë një libër. Bile më thoshte mos e publiko derisa të botojmë. Ai libri u botua para 4 viteve, do me thënë por me Shaban Tërstenën ne zhvillojmë intervista gati 2 herë në vite. Sigurisht, po kjo është ajo është e rëndësishme se ka ndodhur është legjend, yll i sportit shqiptar, jo vetëm në vendin tonë, por edhe më gjerë. Prandaj ja vlen që të gjendet edhe një libër që ta botoj unë. Më duket se dhe Luana Shabanin e ke inkuadruar aty, ë? Ose e kete libri tjetër? Do shohim? Do shohim, po. Do shohim. Në atë libër do jetë ajo, se edhe ajo është nën kampione e botës në kickbox, se arritur një 16 vjeçare jashtëzakonshme. Edhe ishte fat që ne e patëm intervista ekskluzive, u zhvillua këtu në Klan Maqedoni. E ardhur nga Australia. Se i përket librit tjetër, Teuta, nuk e ditë, nuk e ke ndjek sportin, por disa aktivistë të futbollit kanë zhvilluar me të vërtet aktivitete të shumta për përfaqësimin adekuat të shqiptarëve në Federatën e Futbollit të Maqedonisë. Do me thënë deri në vitin 2002. Pra vetëm deri në vitin 2002 në Këshillin Drejtues të Federatës së Futbollit të Maqedonisë, apo siç ishte atëherë lidhja futbollistike e Maqedonisë, ka pasur vetëm një përfaqësues shqiptar apo asnjë. Një apo asnjë. Ndërsa nga viti 2002, patjetër ta përmendi këtu një mbledhje historike ku u mbajt më 4 dhjetor të vitit 2002 në fshatin Slatin. Patjetër ta përmendi Slatinën se vërtet ajo mbledhje historike. Aty u sollën ku ishin të pranishëm të gjitha përfaqësuesit e klubeve shqiptare në ligën e parë, ligën e dytë dhe ligat tjera. Do me thënë vendosën me një kërkesë të pathyeshme. Do me thënë që shqiptarët në Këshillin Drejtues të Federatës së Futbollit të Maqedonisë të prezantohen me 4 përfaqësues, me 9 kryetar dhe përfaqësim adekuat në të gjitha komisionet përkatëse të Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut. Një mbledhje shumë domethënëse për të drejtat e shqiptarëve në sport. Para kësaj duhet të theksoj atë se pala shqiptare dhe përfaqësues të Federatës së Futbollit të Maqedonisë, përfaqësues të atëhershëm, flas për vitin 2022. 2002 ishin me ftesë
Federatës Ndërkombëtare të Futbollit, FIFA-s, ishin në Zvicër, ku atje u sollën disa vendimin e cili do të publikohet në libër. Do të thonë te ky libër është historia se si ngatimi e dyshit ka ndryshuar gjërat për shqiptarët në FFM. Këshillin koordinues për klubet e futbollit shqiptar në Maqedoni. Do të thonë aty nuk ka asgjë të re, të gjitha proces verbalet nga të gjitha mbledhjet që janë zhvilluar në disa vende, do të thonë mbledhja e parë u mbajtë me 3 maj të vitit 2002 në tek restoran Kurtishi, ku ishte një si të them, një interesim jashtëzakonisht i madh. Pasi atëre vërtet klubet kishin shumë probleme, Shkëndija u përjashtua nga Liga e Parë për shkak të kushteve që ishin atëherë, domethënë konfliktit të 2001-shit, bashkimi kishte probleme, bashkimi Kumanovës kishte probleme të majme, Drita e Bukovinës pati një rast të jashtëzakonshëm ku me një ekip nga Prilepi 11 tetori, 11 oktobri, ishte një klub i futbollit që garonte në ligën e dytë dhe atëherë në një ndeshje balotazhi se cila ekip do të mbese në ligën e dytë. E di çka ndodh. Referi rrihet mes të terrenit. Vetëm se është gjysmore, jo, nuk ishte shqipe, maqedonishte, por ai patjetër të fitonte ekipi i Prilepit. Dhe ai shtrihet gjysmore, rrini shtrim nga Rahja, po, edhe pastaj e ngren me zort edhe ta vazhdojnë ndeshjen derisa po ka ndodhur kjo bëhet fjalë për 2002-shin, edhe kjo ishte një ndër shkaqet që të grumbullohen, që të marrin aktivitete përfaqësuesit e klubeve, ata të cilën investojnë, ata të cilët ndanin mjete nga goja e vete për të ndihmuar sportin. Qartë që banun të përgëzoj dhe shumë mirë se ne shqiptarët kemi qasje për të harruar dhe edhe pse ti thej që këto dokumente ekzistojnë dhe nuk janë ndonjë sekret ose e din një copë të popullit, por të gjitha mbledhjet janë dokumentimi është shumë i rëndësishëm. Në vende publike, asgjë nuk ka shmbajtur fshetas dhe po dokumentimi është shumë i rëndësishëm sepse ne shqiptarët harrojmë. Ne shqiptarët kemi demencë dhe harrojmë shpesh, që përgëzoj edhe një herë. Kam qenë, kam qenë, po si ishte se di. Ja, këtu kur kemi dokumentet, si thonë pala qetër, baba lashit, trap në lashit. Mund vetëm të publikoj se Këshilli Koordinues si në funksion të zhvillimit të futbollit shqiptar në Maqedoni, domethënë roli i Këshillit ka qenë ajo. Të përgëzoj që ke qenë një pioner i kombit, sa i përket aspektit sportit, patjetër, dhe në fund kemi një material nga Kodra e Diellit, vendi jon i preferuar i pollogut. Po, qendra sportive rekreative dimrore, pra Kodra e Diellit. Ishim të shtunën? Të shtunën ishëm, po, edhe atje shfrytëzova rastin që krahas asaj që duheshte të shëtis të bëj edhe një reportazh për Kodrën e Diellit, ku edhe pse nuk ishte shumë vizitor, por fatmirësisht kishte shumë grupe me fëmijë nga gjithë vendi, kishte fëmijë me nevoja të veçanta dhe shkollat të skimit të cilët kanë filluar përgatitjen për garat që i presin ditëve në vije. Po kishte kushte të skiorin nga pak fëmijët? Po edhe pse nuk kishte shumë borë, nuk punoshin skiliftat, por kishte mbi 10 cm një shtresë të borës, ishte e mjaftueshme për fëmijët të rrëshqasin me sjaja, të mësohen, edhe i kishin zgjedhur ato vende ku ka pakës më tepër shtresë më e madhe dhe kalonin shumë bukur. Dhe ishin shumë të kënaqur. Këtë e dëshmuan edhe folësit, të cilët edukatorët që ishin së bashku me fëmijët, edhe trenerët të cilët punonin me shkollat e skijimit, siç është shkolla e skijimit të Dita nga Tetova, që udhëheqet nga Qëndrim Abdullaj, pa. Faleminderit, do ta ndjekim tani materialin, javë të mbar ty Shaban Sinani dhe shihemi tonë në radhës. Bukur, folëm për këndin e sportit, për librat e Shaban Sinani që do të botohen së shpejti dhe në fund tani për Kodrën e Diellit, pra sezoni ka filluar, por që nuk kemi mjaftueshëm borë për skiuar, skiliftet nuk punojnë, përsa për të parë natyrën dhe bukur në Kodrën e Diellit,
dhe gjendjen momentale se sa borë ka dhe si është atmosfera, të shtunën Klan Maqedoni ka qenë atje dhe ka bërë këtë materialin në vazhdim që do ta ndjekim. Javë të mbarë gjithëve, ditë të mbarë, e mirupafshim nesër në 8. Oh, happy day. Në Kodrën e Diellit nuk ka borë të mjaftueshme, por kjo nuk do të thotë se nuk ka interesim që vizitorë të ndryshëm t'ja mësyjnë kësaj qendre turistike dimrore. Të gjithë janë në pritje të rreshjeve të reja të borës që do të mundsonin edhe kushte më të mira për mjaftueshme për skiën. Skiliftet nuk punojnë, këtu me soja, dalin njerëzit për të setit, për të bëni gjire, për të dalë natyrë, kështu. Por sasia aktuale e borës mbase është e mjaftueshme për fillestarët në sportin e skimit. Po ne kemi filluar që 3 ditë me grupën e fillestarëve. Për momentin kemi 14 nxënës që kanë filluar. Është ditë e tretë që ushtrojnë skimin fillestar. Kushtet, siç e shihni, ka pak borë. Mund të themi ka borë për fillestarët, por për parimtar nuk kemi ende. Po shpresojmë dhe presim që do të jetë borë e re dhe fillojmë edhe me përparimtarët. Po janë garat në Federatës së Skimit të Maqedonisë. Shpresojmë, kemi edhe ne nxënës që do marrin pjesë, po presim borat deri dhe fillojnë edhe garat. Ato zakonisht mbahen shkurt, se janar I bëjmë edhe serviqet, po shpresojmë se shkurt do të mbahen garat. Pushimi dimror për nxënësit është të shfrytzuar që shumë shkolla nga gjithë vendi të dërgojnë fëmijët për pushime në Kodrën e Diellit. Vizitorët shprehen të kënaqur nga shërbimet. Od Štip dovaѓаме, тука сме со децата со попреченост. Сместени сме во хотел Славија, каде што имаме доста гостопримливи домакини. Снегот за децата е добродојден, така да ги искористиме овие можности, додека има снег, за да имат малку и децата да се израдуват. Со нас од Štip има околу 27 деца. Сите се со... Претежно се со попреченост, но има и деца со без родители. Во е проект преку Министерството за труд и социјала. Kushtet janë të mira. Sistemi I mirë janë. Veç ka duhet pak do ndryshime do send, sipas qofse e rregullojnë pak ma mirë, ma si me teleferika, me seme, ma ato do bëhet mirë. Ама kushtet janë të mira, si kundra e në konë mirë. Сме волонтери от Цървен кръст и трябва да се грижиме за нашите деца, да си поминат хубаво, да бидат срещни, задоволни, да им се изпълнат малко по-радостни денови да имат. Условите са прекрасни, хотелът е топло, ядението е прекрасно, децата са задоволни, имат забава, всека вечер се организира по нещо. И така, сеќи се дека има снег оваа година, дека немаше снег заврнато. Ова е голема радост за нив. Времето е топло, уживаат, се радуваат. Дојдени сме вчера, овдака времето не послужи. Условите за сместување се прекрасни, поминуваме на вистина убаво време и многу сме задоволни од пречекот и од условите за зимување во попова шапка. Meteorologët paralajmërojnë se nga java e ardhshme pritet ndryshimi I motit, ku pritet të ketë edhe rreshje të borës në viset malore. Ndërkohë, Kodra e Diellit vazhdon të mbetet me temperatura deri në -7 gradë Celsius, si një ndër vendet me mot më të ftohtë në vend. Oh, happy